Përshëndetje, doktor. Fillove foltore, bëre kuvendin historik në stadium. Pati frymë dhe shpresë për ringritjet Partisë Demokratike pas dramës së Lul Hotit. E le në mes si duket për hatër të bashkimit. A ke në mendje ta shkundësh qendrën e burokratëve të PD-s në kurriz të demokratëve, me ringrit PD-n e demokracinë në mos shpresa vdiq. Respekte. Desmi, për ty dhe të tjerë që e dini qartë, sigurisht arrestimi im në shtëpi 333 ditë ishte një kohë shumë e çmuar dhe unë nuk kisha pa projekt. Unë kisha një projekt i cili ju garantoj se edhe po ta zbatoja përsëri, me Edi Ramën zgjedhje nuk fiton opozita, por do ta zbatoja. Kisha një projekt. Tani natyrisht nuk mendoj se është bërë gabim që u bashkuam. Nuk mendoj. Bashkimi ishte siç e pat ju vetë, kundër përgjigje ndaj asaj përpjekje për zhdukjen e Partisë Demokratike nga një bastard i xhelatëve të diktaturës siç është Edi Rama. Edi Rama, pasi me George Sorosin bëri gjithçka që të më arkivonte mua në politikë, u vërsul pastaj të kontrollonte Partinë Demokratike me çdo kusht me ndihmën e shërbëtorëve të Sorosit. Pra, ajo betejë nuk ishte një betejë thjeshtë, Lezi. Ajo ishte një betejë për ekzistencën e Partisë Demokratike. Sali Berisha kishte një rrugë tjetër, të rithemelonte një forcë politike të re, por nuk e meritonte Partia Demokratike kurrate. Nuk meritonte Partia Demokratike t'ia dorëzoje armiqve të saj këtë forcë politike. Jo. Dhe në kushtet, sepse sot edhe Parasi që pyeti, harron një gjë. Terrori politik ndaj opozitës nuk është një moment inkurajimit për qytetarët, përkundrazi. Është një moment terrori për qytetarët. Dhe në këtë kontekst, unë mendoj se përpjekjet për bashkim ishin përpjekjet më të duhura. Dhe pa diskutim që ato kishin një çmim. E pohoj, por nuk mund të pranoja kurrë që Partia Demokratike të transformohej në një parti jashtë idealeve dhe programit të demokratëve. Agron Molla, doktor, unë jam antar i Partisë Demokratike nga Kurbini. S'kam qenë pjesë e administratës në qeverisjen e PD-s, por qendrestar i Rrugës së Shpresës dhe i protestave tek Bashkia. Po ku e kam hallin unë? Unë e kam hallin që këta të quajtur demokrat na kanë dalë kundra, po këta prap do t'jenë qeverisja jonë kur të vinin pushtet. Apo do fillojnë nga e para, se këta na ka shkatruar. Agron, unë të përshtes ty, por në këtë moment, në këtë rast, duhet t'ju sqaroj ju dhe çdo demokrat se kjo periudhë, kjo kohë, kjo fazë nuk është betejë për pushtet. Për ne. Është betejë për votën e lirë të shqiptarëve. Se ne pushtet, opozita pushtet nuk merr kurrë me Edi Ramën në qeveri. Dhe Edi Ramën Edi Rama me farsë elektorale nuk largohet. Çfarë tregon historia? Historia tregon se farsat zgjedhore nga njëra tek tjetra shkojnë duke u rritur në kuptimin në rast se në njërën farsë
janë fituar 52% të votave, në farsën tjetër ky rezultat bëhet 62% apo 65%. Ndaj dhe ne, në këtë fazë, jemi në fazën e përpjekjes sonë për të shliruar shqiptarët dhe për të rikthyer votë të lirë. Për sa u përket objeksioneve, sigurisht që Partia Demokratike do bëj përpjekje për zgjedhjet më transparente dhe me integritet më të lartë. Por jo përçarja, po bashkimi është rruga, pavarësisht se na pëlqen apo s'na pëlqen, por rruga e vetme për të arritur qëllimet. Në këtë kontekst, në rast se ne kemi patur përplasje të brendshme, kapërcimi i tyre në vlerësimin dhe bindjen time më të thellë ishte akti më i përgjegjshëm që ne bëm para shqiptarëve. Koçi Zeneli, doktor përshëndetja, çështja Balluku është në dorë të kushtetueses. I druheni një vendimi në favor të Ramës, çka do e kthente në precedent refuzimin për të shkarkuar hajdutët? Rama po bën gjithçka. Çdo presion që gjykata kushtetuese të vendosë në kundërshtim flagrant me ligjin dhe në kundërshtim me normat dhe standardin evropian. Kjo është e vërteta. A ju tha shqiptarëve se në prani të Marta Kos se pezullimi një zëvendës kryeministri është akt i pashembullt në Europë. Ndërkohë, kam paraqitur dje para 2 ditësh para shqiptarëve, jo një, po 10 raste ministrash, zëvendës kryeministra, të cilët janë pezulluar nga gjykatat e vendit si persona në hetim ose të akuzuar, por jo të dënuar. Pra, dhe standardi i pezullimit duhet jemi të vërtet. Standardi i pezullimit është standard që përdoret në rastet kur ministri, zëvendës kryeministri apo cili do qoftë kryeministri vetë kanë paftyrsinë dhe paturpsinë të mos japin dorëheqjen. Këto nuk ndodhin në vendet me kod moralo-etik të qeverisës të konsoliduar. Ka një kod, ka një person i akuzuar, por edhe ndërhetim, unë do e rikujtoj prap ju edhe shqiptarëve. Ilir Meta në vitin 2011 dha dorëheqjen si zëvendës kryeministër dhe hoqi dorë nga imuniteti i deputetit, vetëm me motivin se unë nuk mund të paraqitem si zëvendës kryeministër para një prokurori, po do shkoj si hyrjetari thjesht në mënyrë që ai të mos ketë asnjë pengesë në hetimin tim. Kurse sot, kjo që ndodh sepse Edi Rama është urdhërdhënësi absolutisht i tendrit të tunelit të Llogaras. Por Edi Ramën sot ka në dosje me dhjetra mesazhe të shkëmbyer si me Lubin, ashtu dhe me Berberin. Ndaj dhe ndodh kjo që ndodh në Shqipëri. Ne betejën do vazhdojmë, Edi Rama do bëj gjithçka për të pambrojtur, po mbron veten e tij, të kuptohemi. Mbron veten e tij. Lubia i ka thënë atij se unë nuk të lëshoj, do të marr me vete, për arsye se unë s'kam bërë gjë tjetër, vetëm kam zbatuar porositë e tij. Në fakt, të themi atë që është, se unë e kam thënë dhe ju garantoj që nuk ka një hajdute më të madhe në historinë e kombit sa ajo përveç Edi Ramës. Por në atë rast është e qartë si kristali se
në Ankara, Lubia nuk e mori Ramën Lubia në Ankara, po Rama mori Lubin në Ankara, ku bë pazari i tunelit Llogaras, ku takue kompania që fitoi tendrin me 50 milion, më shumë se kompania e dytë e cila do e ndërtonte tunelin. Pra, jemi në këto kushte, a do ta fitoj Rama, edhe mundet, nuk mund të them, sepse këtu gjykatat kanë faktue që kanë marrë çdo lloj vendimi, por një gjykat që vendos kundër vendimit pezullimit shkelmon me dy këmbë kodet dhe ligjet e vendit. Nuk ka të bëj pezullimi me asnjë të drejtë themelore të njeriut. Jo. Me të drejtat themelore të njeriut ka të bëj bllokimi i pasaportës dhe detyrimi paraqitjes në polici të deputetit. Por, kësaj çështje, fatmirësisht në rastin e Sali Berishës, gjykata kushtetuese i tha, okej, është në rregull, s'ka nevojë për leje në parlament, dhe unë po të kisha qenë aty, do kisha votuar bashkë me te, se nuk ka nevojë, por kushtetuta e njeh këtë. Kushtetuta thot ka nevojë, e shkeli gjykata, është punë e saj, ndërsa për pezullimin nuk ka absolutisht asnjë pengjesë ligjore. Alex Kaplaj, doktor, përshëndetje.